Të gjithë çiftet me fëmijë 9-18 vjeç, duke nisur nga ky vit, do të kenë disa procedura të reja tatimore në mënyrë që të përfitojnë rimbursimet që parashikon ligji i tatimit mbi të ardhurat. Konkretisht, prindi me të ardhurat më të larta në familje do t'i rimbursohen 48.000 lekë për çdo fëmijë, por kush ka të drejtë të përfitojë këtë rimbursim? Të gjithë prindrit që do bëjnë divën kur të mbyllet viti 2025, domethënë deri në mars të 2026, nga ligji do përfitojnë një kompensim që është në masën 48.000 lekë për çdo fëmijë ndër 18 vjeç. Procedura sipas ligjit e shtetit, pasi të plotësohet diva, ata do bëjnë një kërkesë tatimeve që kë shumë të kompensohet duke bashkangjitur dhe një certifikat familjare. Por kjo është hera e parë që shteti do të aplikojë kompensime. Përfitues janë me qindra familje në Shqipëri, ndaj mbetet për tu parë se si do ta menaxhojë administrata tatimore këtë proces. Praktik do mbetet për tu parë, duke qenë se do janë gjithë shumë familje, mbi 300.000 familje që do përfitojnë dhe sa efektive do jetë ose sa shpejt do jetë administrata tatimore për të kthyer këto lekë. Kjo mbetet për tu parë në vitin në vazhdim. Por ligji parashikon dhe një tjetër kompensim për fëmijët në shumën 100.000 lekë në vit, vetëm për qëllim arsimimi. Kushti është nëse të ardhurat janë më të ulta se 1.2 milion lekë në vit. Jo të gjithë e përfitojnë vetëm familjarët që kanë të ardhura vjetore ndër 1.2 milion lekë të reja. Poshtë 1.2 milion lekë. Ai familjar që kanë të ardhura më pak se 1.2 milion, prindi që ka të ardhurat më të larta do bëj dhe aplikimi për përfitimin e shumës së kompensimit për arsimimin, që shuma maksimale është deri në 100.000 lekë të reja, jo në vit. Por që të përfitohet ky kompensim, prindrit që sot duhet të ruajnë faturat e shkollës apo faturat e kurseve për arsimim. Dokumenti i nevojshëm që duhet bashkangjitur kur bëjmë kërkesën është certifikata familjare, kontrata me shkollën dhe pagesat në bankë që janë bërë për shkollën. Por për shkollim, për kurse, jo balet apo kurse artistike, por kurse shkollore, gjuhë të huaj apo. Pavarësisht se sa janë shpenzimet vjetore për fëmijët, kompensimi për arsim është vetëm 100.000 lekë. Por nëse prindrit nuk i dokumentojnë shpenzimet që kanë kryer, ata do të përfitojnë aq fatura sa do të dorësojnë.